Përshëndetje për juve dhe gjithë qytetarët e Shqipërisë, përshëndetje edhe gjithë televizionistë e juve. Po është e vërtet sot ato që kërkoi prokuroria është çesharake dhe prokuroria me sa duket sot i ka kënaq elitën politike të Serbisë, më të them, serbet apo forcat paramilitare çetnike serbi ka kënaq me këtë që kërkojnë 180 vite burg apo 45 vite për një njeri, për një person, po i ka kënaq edhe disa shqipfolca të cilët e kanë trupin Kosovë dhe kokën Serbi, do të thotë disa shpiuna apo bashkëpunëtorë të Serbisë sot i ka kënaq prokuroria me këtë çka kërkoi, po unë këtu nuk do të besoj fare se prokuroria kita gjetë ko dhe prokuroria tenton apo edhe ka dëshirë ta fitoj si rast dhe të mburrë që thotë që ne kemi zbulu ujë të nxehtë. Me ta murmena që ke prokuroria ka zbulu ujë të nxehtë. Kështu që unë s'besoj fare në këtë çka thotë prokuroria, fjalën për dorë do ta ketë gjyqtar. Dhe unë i lutem i Zotit që kjo gjykatë mos jetë gjykatë politike, por jetë tamam gjykatë që ndon drejtsinë. Më shumë se kam dëgjuar dhe mjaft analiza tani në media që janë dënuar, po kërkohet të dënohet Thaçi me shok se sa ata që bënte gjenocidin në Bosnjë, serbët. Po është e vërtet, në kohën e Miloševićit, kur ishte Miloševići në Hag, ju e dini Miloševići ka bërë 4 luftra në Ballkan. Sloveni, Kroaci, Bosnjë dhe në Kosovë së fundit. Gjatë kohës e Miloševićit në gjykatën speciale ishin 60 shqiptarë dëshmitarë. Tash i kemi afër 200 shqiptarë dëshmitarë në Hag kundër ushtrisë së Kosovës dhe kundër krerëve të UÇK-s. Për këtë arsye thash se sot prokuroria i kënaqi këta zemrat e tyre dhe i kënaqi, kuptohet, forcat çetnike paramilitare serbe edhe vet politikën serbe. I kënaqi edhe shtetin serbe kënaqi duke kërkuar këtë dënim drastik. Kështu që unë nuk do të besoj, nuk do të besoj, po nëse ka Zot, atë Zoti do ta pështoj. A shikoni një ndryshim te prokuroria sepse fillimisht në seancat më përpara foli për zinxhir komandues e tjera, tani thot për veprime individuale. Po ky është ndryshimi i madh i prokurorisë, fjala tyre nuk ka pesh, si thojmë, nuk vjen me një vend. Herë thot zinxhir komandues, tash thot po dënon në mënyrë individuale. Tu kjo mundohet me buke njështra, apo me rajt, buk faljesh, po të thomë, si stojmë një Kosovarët me rajt, këta po mundohen me genjy, duke mundu që poplit t'i qëtë hysyve, që t'arsytohet, që edhe pjetërojna, krejët të qëkës, po edhe pjetërojna individit, mundohet në 2 aspekte, kështu që ne e dim që kjo gjykatë është kundër ushtrisë ndërë të dhe kundër krejëve të UÇK-s. Atër këta kanë qenë ishte me luqës të ushtrisë ndërë të zozës, udhëheqës të luftës dhe udhëheqës të paqës, po edhe vetë që shfallën pavarësinë. Pra për themeluesit, gjykata, prokuroria thotë që shtabi nuk ka lidhje me këtë, nuk po e përfshim shtabin këtu. Po këta vetë janë anëtarë të shtabit. E qysh nuk po përfshihet shtabi kur vetë janë anëtarë të shtabit. Su kur unë si jam të shtëpisë time. Atër e mu po më dënon, po përfshin mua dhe thotë nuk është hysnia i zotit shtëpisë. Qysh është kjo? Po të thomë sinqerisht, kjo prokurori është për neve e papranueshme çdo sen. Kjo ka punuar me dëshmitar që i ka fabrikuar vet, me njerëz që i kanë trajnuar. Kështu që kjo gjykatë më shumë mollin, një gjykatë që nuk don drejtësi fare. Kjo emri në ka drejtësi, por nuk duhet të ndohet drejtësi. Edhe ne po them, inshallah nuk është gjykatë politike si në kohën e Jugosllavisë. Kjo gjykatë më shumë mollin si në kohën e Jugosllavisë. Kohën e Jugosllavisë, ne që kemi jetuar këtu dhe kemi punuar vepru Kosovë, dim kush ka qenë Jugosllavia, që ka bërë me qindra vite burg shqiptare politikisht. Edhe vetë në kohën e Serbisë, në kohën e Miloševićit, me qindra shqiptar janë dënuar politikisht vetë pse ishin shqiptar. Inshallah këto nuk e bën kjo gjykatë. Ne këto kërkojmë dhe inshallah është gjykatë politike. Edhe tek dëshmitarët, dyshime të mëdha si për integritetin e tyre, ata që kanë deklaruar në proces, ata që ishin të fshehur, një pjesë shumica që u tërhoqën, pra edhe këtu ku mbështeten kryesisht prokuroria ka mjaft paqartësi. Kjo prokurori të me dyshim gjithkund ka vërejtje te kjo prokurori, gjithkund ka të me dyshime. Ka punuar me dëshmitar ku thotë më ka prej Viçi, Moli, Lopa, besoj e keni ndjek një dëshmitar ku thotë nuk di me thonë kostume, po thotë të na si thonë komplet.